Për juve, se futbol e di që veçanë në mëzveti, po basketbol. Jo, seriozisht, gëzohen shumë fest, fest ka dhe në familjen temë kur fiton Trepqa? Nëse, një me Trepqa, po jo që ashtu. Nuk po lëshojmë pe, Gonxha, për sa thamë. Nuk po lëshojmë pe në kupa edhe prandaj kemi edhe arsye me... Po vëshna po ja unimojmë juve si qytet, jo vetas. Jo faleminderit edhe juve si po na animoni. T'lutem, është kënaqësi. Ja, na keni munak. Mirë. Temës kryesore që kemi për me trajtu sot, ndodhem në rrugën Alizeneli që është një prej rrugëve kryesore të qytetit të Mitrovicës, që lidhet me rrethin kryesor në qendër të Mitrovicës, e që është një unazë lidhëse në mes të rrugëve më të rëndësishme të qytetit. Këtu sot pritet të fillohet me punimet për shtrimin e asfaltit, punime këto të cilat janë duke vazhduar për vite të tëra tashmë, ndoshta është afruar ndoshta edhe tek 10 vitshi çështja e punimeve, me që pra kjo rrugë ka qenë vazhdimisht problematike dhe ka pasur probleme edhe pronësore dhe me shpronësim në gjykatë dhe gjitha këto problemet e tjera kanë zvarritur procesin e punimeve deri në përfundimin e tyre. Mirë, po sot pritet finalja, pra shtrimi i asfaltit në një pjesë të mbetur të kësaj rrugë për ta bërë lidhjen me pjesën tjetër të shtruar të asfaltit gjatë vitit të kaluar, e cila është rrugë lidhëse me rrugën Ferhat Dragaj, që po ashtu është një rrugë e rëndësishme në qytetin e Mitrovicës. Unë pak po dëshiroj t'ju lë edhe me pamjet prapa meje, pra kjo është pjesa që është përgatitur për asfaltim dhe në rast se nuk kemi sot rreshi shiu, do të vazhdohet me asfaltimin e kësaj rruge. Lirisht mund të themi që kjo rrugë konsiderohet si një lloj rruge B për Mitrovicën, njëjtë siç është rruga B në Prishtinë, me që pritet edhe ta liroj trafikun, por pritet edhe të ofrojë një opcion shteti. Për me liru trafikun, rruga B-s disa ka liru, po okej. Po pritet me liru. Apo ndoshta ka liru, por ne nuk e dim. Me që është një prej, kove të fundit është një prej rrugëve më të ngarkuara, rruga B. Edhe kjo pra është një prej rrugëve shumë të frekuentuara të qytetit dhe tu ka dhe shumë biznese lokale të cilave do ju ndihmojnë në masë të madhe shtrimi i asfaltit dhe kryerja e punimeve infrastrukturore këtu, me që tashmë janë bërë vendosja të gjitha kablove nëntoksore dhe është bërë zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe pritet vetëm shtrimi i asfaltit i cili do jetë poza finale e punimeve në këtë rrugë. Hajde shpresoj që shtroni atë asfalt më në fund. Edhe unë po uroj që sot do të kryhet. Mirë, faleminderit shumë Ural për këto informacionet. Përshëndes shumë.